Në një kohë të largët, kur kafshët flisnin dhe mendonin si njerëzit, në një pyll të gjelbër pra një fshati të vogël, jetonte një lepër i vogël por shumë i mençur. Emri i tij ishte Lepuri, dhe megjithse ishte më i vogël nga të gjitha kafshët e pyllit, ai ishte i njohur për mençurinë dhe zgjuarsinë e tij të jashtëzakonshme. Fillimi i problemeve. Një ditë vjeshte, kur gjethet kishin marrë ngjyrat e arta dhe të kuqe, kafshët e pyllit u mblodhën në një vend të hapur me spemëve të larta. Problemi ishte i madh. Ujku i keq, Ulku, kishte vendosur të sundonte mbi të gjithë pyllin. Ai kishte shpallur veten mbret i pyllit dhe kishte vendosur rregulla të rënda për të gjitha kafshët. Nga nesër, tha Ulku me zë të ashpër, duke qëndruar mbi një shkëm të madh, të gjitha kafshët duhet të më sjellin ushqim çdo ditë. Nëse nuk më sillni atë që kërkoj, do t'ju gjuaj dhe do t'ju ha një nga një. Kafshët u tremben. Ariu i madh, megjithse ishte i fortë, nuk guxonte të luftonte kundër ujkut. Dhelpra, që mendohej se ishte e zgjuar, nuk gjente asnjë zgjidhje. Deri i egër fshihej pas drurve, dhe edhe shqiponja në qiell duke e shqetësuar. Lepuri merr përsipër problemin. Lepuri, i cili po dëgjonte nga pas një shkurre, e kuptoi se duhej të bënte diçka. Ndonë se ishte i vogël, ai kishte një plan. Ai doli nga fshehja dhe tha me zë të qartë: "O Ulk i madhërishëm, unë jam vetëm një lepër i vogël, por dua të shërbej. Mund të më jepësh një detyrë të veçantë?" Ulku filloi të qeshte me përçmim. "Ti, një lepër i vogël, çfarë mund të bësh ti për mua?" "Mund të jem syri dhe veshi yt në pyll," u përgjigj lepuri me mendjeholli. "Mund të sjell lajme për çdo gjë që ndodh, dhe mund të ndihmoj të kontrollosh kafshët më mirë." Ujkut ju duk idea e mirë. Ai mendoi se një lepër i vogël do të ishte spiun i përsosur. "Mirë," tha Ulku, "por nëse më tradhtoj, do të jesh i pari që do ta paguash shtrenjtë." Plani i parë, gënjeshtra e mençur. Lepuri filloi të punonte menjëherë. Ditën e parë, ai shkoi te Ulku dhe i tha: "O mbret, kam dëgjuar që kafshët po planifikojnë të ikin nga pylli. Thonë se do të shkojnë në pyllin fqinj, ku jeton një ujk tjetër më i fortë se ti." Ulku u zemërua shumë. "Çfarë? Si guxojnë të mendojnë për një ujk tjetër? Ku është ky ujk?" "Është në pyllin përtej lumit," tha Lepuri, "por ai është vërtet shumë i fortë. Madje ka thënë se ti je vetëm një ujk i dobët që friksohet nga hija e vet." Kjo e zemëroi Ulkun edhe më shumë. "Do të shkoj të luftoj me të tani. Do t'i tregoj se kush është ujku më i fortë." Rruga drejt lumit. Lepuri e çoi Ulkun drejt lumit, që rinte rreth 2 orë marshim larg. Gjatë rrugës, ai vazhdoi të i ushqente zemërimin e ujkut me histori për sa i fortë dhe i frikshëm ishte ujku tjetër. Kur arritën pranë lumit, Lepuri i tha: "Shiko, ai është aty duke pasqyruar në ujë." Ulku shikoi në ujën e qartë të lumit dhe pa reflektimin e vet. Por Lepuri ishte shumë i zgjuar. Ai kishte zgjedhur një vend ku uji lëvizte pak, duke bërë që reflektimi të dukej pak i ndryshëm dhe më i madh. "Ai vërtet duket i fortë," mendoi Ulku. "Por unë jam më i fortë." Ai filloi të ulërinte drejt reflektimit të vet. "O ujk i keq, dil këtu të luftojmë." Reflektimi natyrisht bënte të njëjtën gjë, dukej sikur ulërinte mbrapsht. Lufta me hijet. Ulku u zemërua aq shumë sa u hodh në ujë për të sulmuar ujkun tjetër, por uji ishte më i thellë se sa mendonte dhe rrjedha më e fortë. Ai filloi të notonte me vështirësi, duke u munduar të kapte reflektimin që zhdukej çdo herë që ai lëvizte. Lepuri qëndroi në breg dhe filloi të bërtiste: "Hajde, Ulk, trego atij se kush është më i fortë." "Por ki kujdes, ai po përpiqet të zhyt." Ulku, i verbuar nga zemërimi, vazhdoi të luftonte me ujin, duke menduar se po luftonte me ujkun tjetër. Ai u lodh shumë dhe filloi të zhytej. Ndihmesa e papritur. Lepuri, megjithse e kishte planifikuar këtë situatë, nuk donte që Ulku të vdiste. Ai kishte një zemër të mirë dhe dinte se edhe armiqt meritonin një shans. Kështu që ai bërtiti: "Ulk, dëgjo. Ujku tjetër ka ikur. Ti fitove. Por tani dil nga uji para se të mbytest." Ulku, i lodhur dhe i hutuar, dëgjoi zërin e Lepurit dhe u mundua të dilte në breg. Lepri i hodhi një degë të gjatë që Ulku ta kapte dhe me shumë mundim, ujku doli nga uji. Mësimi i parë. Kur Ulku u takua, ai ishte shumë i lodhur dhe kishte kuptuar se nuk ishte aq i fortë sa mendonte. Ai shikoi Lepurin me sy të ndryshëm. Ti më shpëtove jetën," tha Ulku me zë të dobët. "Po," u përgjigj Lepuri, "por tani dua që të më dëgjosh me kujdes. Ti nuk je vërtet i fortë sepse i frikson të tjerët.
Forca e vërtet vjen nga dashuria dhe respekti që të tjerët të kanë. Ulku nuk tha gjë, por dukej se po mendonte thellë. Plani i dytë, mësimi për drejtësinë. Pas disa ditësh, kur Ulku ishte kthyer në pyll, ai ende donte të sundonte. Por tani ishte pak më i kujdesshëm. Lepuri vendosi t'i jepte një mësim tjetër. Një ditë Lepuri shkoi te Ulku dhe i tha: "O mbret, kam gjetur një thesar të madh në pyll, por është në një vend shumë të rrezikshëm dhe duhet dikush i fortë si ti për ta marrë." Ulku u interesua. "Çfarë lloj thesari?" "Është një shpellë plot me ushqim të shijshëm, mish, peshë dhe të gjitha që një ujk mund të dëshirojë. Por shpella është mbrojtur nga një bekim i çuditshëm." "Çfarë lloj bekimi?" pyeti Ulku dyshues. "Ushqimi shfaqet vetëm për atë që vërtet e meriton, atë që ka treguar mirësi ndaj të tjerëve. Nëse dikush hyn aty me zemër të keqe, ushqimi zhduket." Testi i mirësisë. Lepuri e çoi Ulkun në një shpellë të vogël që ai e kishte zbuluar më parë. Brenda kishte pak ushqim që Lepuri e kishte vendosur atje, disa peshë që kishte gjetur dhe pak fruta. "Ja," tha Lepuri, "por para se të hash, duhet të bësh 3 veprime të mira për kafshët e tjera. Vetëm atëherë ushqimi do të shumëzohet." Ulku, i uritur për thesar, pranoi. Lepuri i dha 3 detyra. Të ndihmonte një lepër plak të gjente shtëpinë e vet. Të ndihmonte një zog të vogël të kthehej në folen e vet. Të ndante ushqimin e vet me një kafshë që kishte më shumë uri se ai. Transformimi i Ulkut. Me habin e vet, ndërsa Ulku kryente këto veprime të mira, ai filloi të ndjente diçka të re. Lepri plak që ai ndihmoi i buzëqeshi me mirënjohje. Zogu i vogël këndoi një këngë të bukur për të, dhe kur ai ndau ushqimin me një arusha të vogël që ishte i uritur, ai ndjeu një ngrohtësi në zemër që nuk e kishte ndjer kur më parë. Kur u kthye në shpellë, Ulku pa se ushqimi ishte vërtet shumëzuar, jo nga magjia, por sepse kafshët e tjera, duke parë ndryshimin në Ulk, kishin sjellë ushqim si dhuratë falënderimi. Plani i tretë, mësimi për udhëheqjen. Por Lepuri nuk kishte mbaruar ende. Ai dinte se Ulku ende kishte nevojë për një mësim të fundit, se si të jetë një udhëheqës i vërtet. Një ditë Lepuri e gjeti Ulkun dhe i tha: "Kam dëgjuar se po vjen një rrezik i madh në pyll. Një grup gjuetarësh po afrohen dhe do të vendosin kurthe kudo." Kjo ishte e vërtet. Lepuri kishte parë gjurmët e gjuetarëve. "Çfarë duhet të bëjmë?" pyeti Ulku, tani më i shqetësuar për mirëqenien e pyllit sesa për pushtetin e vet. "Duhet të organizojmë të gjitha kafshët dhe të bëjmë një plan për të mbrojtur. Por kjo kërkon një udhëheqës që të gjithë ta respektojnë dhe ta besojnë." Udhëheqja e vërtet. Ulku dhe Lepuri thirrën të gjitha kafshët. Lepuri foli i pari: "Miq të dashur, ne kemi një rrezik të madh, por kemi edhe një udhëheqës që ka mësuar të jetë i vërtet. Ulku ka ndryshuar, dhe unë propozoj që t'i japim mundësinë të na udhëheqë në këtë kohë të vështirë." Kafshët u çuditën. Ariu tha: "Por ai na ka friksuar kaq gjatë." "Po," tha Lepuri, "por njerëzit dhe kafshët mund të ndryshojnë." Ulku tani e kupton se forca e vërtet vjen nga mbrojtja e të tjerëve, jo nga friksimi i tyre. Ulku u ngrit dhe foli me zë të qetë: "Lepri ka të drejtë. Unë kam qenë i gabuar. Nuk dua më të jem mbret, por dua të jem udhëheqësi juaj. Vetëm nëse më besoni dhe nëse pranoni të punojmë së bashku." Bashkimi kundër rrezikut. Kafshët, të udhëhequr nga Ulku dhe këshilluar nga Lepuri, bën një plan të mrekullueshëm. Ata vendosën të largohen të gjithë së bashku në një pjesë të largët të pyllit derisa gjuetarët të iknin. Por para se të iknin, ata vendosën kurthe false për gjuetarët, kurthe që nuk u bënin dëm, por i shpërndonin dhe i hutuan. Shqiponja fluturoi lart për të mbikëqyrur lëvizjet e gjuetarëve. Dhelpra dhe Lepri gërmuan tunele për rrugë fshehje. Ariu dhe Ujku mbrojten kafshët më të vogla. Të gjithë punuan së bashku. Plani funksionoi në mënyrë të përsosur. Gjuetarët u hutuan nga kurthet false, u humbën në pyll, dhe në fund u dorëzuan dhe ikën. Festa e fitores. Kur rreziku kaloi, kafshët organizuan një festë të madhe. Ata e festuan jo vetëm fitoren, por edhe ndryshimin e Ulkut dhe mençurinë e Lepurit. Ariu tha: "Lepuri, ti na mësove se zgjuarësia është më e fortë se forca." Dhelpra shtoi, dhe Ulku na tregoi se edhe zemrat më të forta mund të ndryshojnë. Ulku ju drejtua Lepurit: "Faleminderit, mik i vogël. Ti më mësove se çfarë do të thotë të jesh vërtet i fortë." Mësimi i fundit. Lepuri u buzëqeshi të gjithëve dhe tha: "Miq të dashur, unë nuk bëra asgjë të veçantë.
Thjesht përdora atë që Zoti I ka dhënë çdo kafshëje. Mençurinë për të gjetur zgjidhje të mira për problemet. Forca fizike nuk është gjithçka. Ndonjëherë, një plan I mirë dhe një zemër e mirë janë më të fuqishëm se dhëmbët dhe kthetrat më të mprehtë. Epilogu, pylli I ri. Nga ajo ditë, pylli ndryshoi plotësisht. Ulku u bë një udhëheqës I mirë që mbronte të gjitha kafshët. Ai dhe lepuri u bën miq të mirë dhe punuan së bashku për të zgjidhur çdo problem që shfaqej. Lepri I vogël u bë I njohur në të gjithë rajonin si lepuri I mençur. Por ai mbeti I thjeshtë dhe I dashur me të gjithë. Ai vazhdoi të ndihmonte kafshët e tjera me këshillat e tij të mençura. Dhe kur kafshët e vogla të pyllit kishin probleme, ata shkojnë te lepuri, I cili gjithmonë gjente një zgjidhje të zgjuar. Ai u mësoi atyre se nuk ka rëndësi sa I vogël je, me mençuri, durpërim dhe zemër të mirë. Mund të mposhtësh çdo vështirësi. Kështu mbaroi historia e lepurit të mençur, që me zgjuarsinë e vet ja doli mban kafshëve më të mëdha dhe më të forta. Dhe në të njëjtën kohë I mësoi ata të bëheshin më të mirë. Mësimi, zgjuarsia dhe mençuria janë më të forta se forca fizike. Me durim, plan të mirë dhe zemër të ndershme. Edhe më I vogli mund të fitojë kundër më të madhit.